Shpirtit të Shenjtë. Amin. Lavdi Perëndis, jemi mbledhur edhe si vjet në të vend të mrekullueshëm, i cili vetëm më frymëzon, edhe në një farë mënyrë na afron më tepër me Perëndin. Është rasti që mendimet tona, lutjet tona t'i drejtohen atij. Ky vend besimtarët e kanë respektuar, edhe ja kanë dedikuar një shenjtore të madhe në kishën tonë, siç është shenjtoria e madhe që neve kemi midis nesh, edhe i është kushtuar edhe ky tempull, Shën Marena ose Shën Marina. Është i njëjti emër, varet nga zona të ndryshme, thillet në forma të ndryshme. Është një nga shenjtorët me të vërtetë që të magnit jeta e saj për kushtimi edhe zelli që kishte për besimin tek Krishti. Bëhet fjalë për 3 shekujt e parë, kur krishtërimi ishte persekutuar. Të krishterët në periudha të ndryshme ishin përballur me persekutime të urdhëruara madje nga perandorët edhe nga princit lokal. Edhe ata që besonin ose rrëfenin publikisht që ishin të krishterë rrezikonin jo vetëm që të pasuria e tyre të konfiskohej, por edhe jeta e tyre madje të vijej në rrezik. E megjithatë, përballë këtij kërcënimi, kishte shumë të krishterë, të cilët jo vetëm që nuk trembeshin prej kërcënimeve të autoriteteve atëre pagane, që ishin romake kryesisht, por disa prej tyre e konsideronin gëzim edhe privilegj të madh që të shpallnin publikisht besimin e tyre te Krishti, tek Perëndia i vërtet. Sepse deri në atë kohë njerëzit ju faleshin perëndive të ndryshme, ju faleshin gurve, drurve, shpeshherë bënin idhuj të ndryshëm, gdhëndin figura të ndryshme, edhe ato i adhuronin. Deri atje kishte shkuar marrëzia, sa dhe perandorët romak pretendonin që të adhuroheshin si bi perëndie. Dhe nuk ishte fare e rastishme, shpeshherë shikonim edhe tempuj që ngriheshin në nder të perandorëve, ose edhe statuja të gdhëndura të perandorëve, dhe ku njerëzit e popullsisë pra detyroheshin edhe ju kërkohej që ta nderonin, ta respektonin si perëndi, duke qenë të vdekshëm e duke qenë thjesht njerëz si vet ata. Të krishterët të cilët u ndriçuan nga Perëndia, kuptuan kush është Perëndia i vërtet, krijuesi i gjithçkaje, e kuptonin marrëzinë e gjithë këtyre gjërave. Sot njerëzit janë të ndriçuar, njohin Perëndin, njohin rreth tij, e kuptojnë madhështinë e krijimit të tij. Por në periudhën që flasim, ishte e çuditshme që njerëzit ende besonin në të tilla gjëra, marrëzira, siç ishin idhuj. Por për të krishterët ky ishte një lajm i gëzueshëm. Ishte dituria më e madhe që mund të arrinte njeriu, të njihte Perëndin, krijuesin e tij. Për këtë arsye njerëzit të krishterët adhuronin Perëndin, edhe gëzimi i tyre ishte aq i madh sa që nuk mund të fshihej. Për këtë arsye edhe kur vinte persekutimi, ata kishin kurajo dhe publikisht të deklaronin që ishin të krishterë. Dhe për çudinë e të gjithëve, nuk ishin vetëm burrat ose djemtë ata që kishin kurajon edhe të sfidonin pushtetarët, të sfidonin torturat, të sfidonin madje edhe vdekjen. Por siç shikojmë në jetën e shumë shenjtorëve, shikojmë edhe gra, edhe vajza të reja, siç ishte edhe shenjtoria Marena, e cila në moshë të re e sfidoi edhe atë joshjen që mund të kishte, duke i premtuar asaj privilegjet e kësaj bote, duke i premtuar asaj një martesë me njerëz të thjeshëm, me pasuri, dhe nga krau tjetër kur shikonin që nuk arrinin dot ta bindin, atëherë fillon të kërcënimi.
dhe madje edhe nga familja e saj, sepse vetë prindit e saj, Marinës, ishin pagan, ose më saktë jati se jema ndrojet herët, për ajo u rrit nga një grua e krishterë, dhe për këtë arsye, ajo u tregua më burrë se burra. Ajo i sfidoi të gjithë, sfidoi jo vetëm joshjen për pasuri, por sfidoi edhe kërcënimin për jetën e saj. Për këtë arsye, kur filluan torturat nga moç njerëzore, saqë edhe kur përshkruen, duken me të vërtetë si ka mundësi ky mullef i madh kundër një vajze e cila beson tek Perëndia. Na thuhet në shkrimin e saj që përdornin thonjë në formë hekuri, edhe ja shkyenin trupin në këtë formë, ja digjnin trupin. Shpeshherë e hidhin në ujë që të mbytej, e megjithatë Krishti qëndronte pranë. Dhe për çudinë e të gjithëve, ajo i mbijetonte torturave. Edhe burrat do të ishin dorëzuar. E megjithatë me fuqinë e Krishtit, Shën Marena i sfidoi të gjithë. Aq i madhe ishte prania e Perëndis në veprat që bënte edhe në besimin që kishte Marena, sa që shumë njerëz që ndodheshin e shikonin të ngjarje, fillonin të besonin në të vërtetë tek Perëndia i Marenës. Edhe thoshin që Perëndia i Marenës, ai është Perëndia i vërtetë. Për të arsye shikojmë edhe në shenjtore të tjera, siç ishte Shën Parashevia, Shën Kristina, e kështu me radhë shumë shenjtore të tjera. Jetët e tyre janë shumë të ngjashme. Jetuan në të njëjtën periudhë. Dhe me të vërtetë këto gra u bën shembull për shumë e shumë besimtarë. Dhe në vendin ku ato kishin ndëruar jetë, u kthyen gjithashtu në vende adhurimi, edhe në vende lavdërimi të Krishtit, për të cilin ato e dhanë edhe jetën e tyre, por e dhanë me gëzim, sepse i priste kurora e përjetshme. Dhe ashtu siç ndodh në jetën e këtyre shenjtorëve, kur e kanë sfiduar jetën e tyre, kur e kanë sfiduar çdo të ligë dhe çdo joshje, atëherë shfaqet lavdia e Perëndis. Ky është mësim për të gjithë neve, vëllezër e motra. Shpeshherë ne kërkojmë Perëndinë dhe duam që Perëndia të shfaqet në jetën tonë, të ndërhyjë në jetën tonë, të bëjë që gjërat të na ecin mbar. Shumë mirë bëjmë që kërkojmë, por ne duhet të tregojmë edhe zell që me të vërtetë e duam Perëndinë. Jo kur vjen prova e parë largohemi, dhe jo kur vjen joshja e parë turremi, edhe kur vijnë problemet edhe hallet, harrohemi pas tyre. Dhe harrojmë në fund fare që në këtë jetë na ka sjellë Perëndia, ai është prindi ynë. Dhe në fund fare do të shkojmë tek ai, e na pret ai që është ati ynë. Perëndia Krishti na thoshte apostujve të tij dhe nxënësve të tij që unë po përgatis vend për juve, që atje ku shkoj unë të vini edhe ju. Ky është besimi. Për këtë arsye apostujt, të cilët bënin mrekullirat në emër të Krishtit, pasi Krishti u largua, shëronin edhe të vdekur, edhe të njerëzit që ishin me sëmundje të ndryshme, në mënyrë të mrekullueshme shëroheshin. Shumë njerëz fillonin të besonin te Krishti, por sigurisht besimi duhet të qëndrojë gjatë provës. Ashtu siç qëndroi Shën Marena, e cila tregoi këtë zell dhe dashuri për Perëndinë. Sot ne kemi kënaqësinë që në këtë vend që ndodhemi, të kemi edhe këtë kish, e cila është ndërtuar me bujarinë dhe me sakrificën e këtyre dy djembe, e besnikut edhe Gramozit, por sigurisht edhe gjithë familja Panxhi, por edhe dashamirës të tjerë që kishin filluar që në fillim përpjekjet, qoftë edhe me atë ndërtim me strukturë metalike për korat edhe për shestit që ishin, por shërbeu si një bazë që sot të kemi kënaqësinë që me të vërtetë të zbukurojmë këtë vend të bukur. Dhe në një farë mënyre, ky vend i bukur meriton edhe një shenjtore të bukur. Për këtë arsye edhe i falenderojmë, e Perëndia t'ju bekojë, t'ju japi shëndet, edhe Shën Marena t'ju mbrojë, edhe të jetë me të vërtetë udhëzuesja dhe ndihmësja juaj. Por edhe të gjithë atyre besimtarëve që e nderojnë në këtë vend, edhe këtë kish, edhe që vinë dhe do të vinë që t'i lutem. Dhe është një rast i mirë
për të promovuar edhe vendin tonë dhe vlerat që ka vendi, këto bukuri natyrore, njerëzit që vinë, habitemi ne që si kemi parë njerë, kur vim edhe çuditemi që vendi ynë ka kaq vlerë të bukura. Pale kur vinë edhe njerëz të tjerë, të cilët me të vërtetë të mrekullohen nga bukuritë e vendit tonë. Por është bukur kur bukuritë natyrore ndërthuren edhe me bukuritë kulturore, edhe bukurinë e besimit tonë. I lutemi Perëndis që këto vepra të mira të vazhdojnë për të mirën e vendit tonë e të gjithëve neve. Amin.